dashur miq, ju përshëndes. Javës kaluar kemi shkëmbyer shumë mesazhe në inbox, pyetje, komente, mbështetje. Ju falenderoj gjithë ju që jeni angazhuar në këto 2 javë të fundit të fushatës, jo vetëm me mbështetjen tuaj personale, por edhe me mbështetje duke kërkuar votën për kandidatët tanë, për programin ton, për koalicionin Euroatlantik për numrin 4. Sot kam zgjedhur 4 pyetje për të dhënë përgjigje live me shumë pyetjeve të tjera që kanë marrë përgjigje, e marrin përgjigje edhe me shkrim. Do ta nis me pyetjen e parë, Genci Event, që pyet: "O Lulo, ku jemo? Sa bën 7 O Genc, që kur e ka marrë vesh sa bën 7 e drama, nuk e heq Altin Dumani nga goja, nga mëngjesi deri në darkë. Po sikur i ka prej kërthizën, sikur shpatën e drejtësisë e pas ka të varur në mur ky, e ja pas ka dorëzu Altin Dumanit. Është thjesht sepse e bën. Tani që nuk e justifikon dot faktin që gjysmën e shokëve e ka të 7 përpiqet marrë kredi për punën e drejtësisë që e mbështet shumica e qytetarëve. Por mos harro Genc, ishte ky që nuk la makinacion pa bërë që Dumani mos zgjidhej në krye të Spakut. Ishte ky i cili donte që byron kombëtare të timit që bën hetimet për Spakun ta vinte në varësinë e ministrave të tij dhe jo hiç më pak se sa në varësinë e Sajmir Tahirit. Ishte ky Genc që bën sot si përdëllyeri i drejtësisë, që ka 1 vit e gjysmë që mban sirtar propozimin tim për t'i dhënë Spakut më shumë financa, më shumë burime njerëzore, që i ka kërkuar vetë Spaku në mënyrë që të bëj punën ashtu siç duhet dhe pa mangësi. Ishte ky që për 3 ditë me radhë nuk la fjalë në fjalorin e gjuhës shqipe pa përdorur kundër Spakut kur i arrestuan Lalierin për korrupsion dhe jo vetëm. Sa herë që i arrestohen shokët e tij, Edi Rama ka përdorur fjalorin më të ulët, më banal, sulmet më të ulta, gjuhën më të neveritshme kundër Spakut. Por tani që i ka zënë rrota bishtin, bën sikur ky është njeriu i vetëm në Shqipëri me Spakun. Në fakt, ka bërë dhe po bën gjithçka që të rimarrë në dorë shpatën e drejtësisë, atë shpatë që ju, qytetarët, ja dhat Spakut dhe që ne do të bëjmë gjithçka që Spaku ta mbaj e ta përdorë fort për të çuar gjithë shokët e Ramës te 313 Genc. Ndaj ju ftoj ty dhe gjithë shokët e tu që besojnë se Shqipëria do jetë më mirë me një Spak më të fortë, keni një zgjidhje, votën për koalicionin Euroatlantik numrin 4, e vetmja forcë politike e cila realisht mbështet Spakun me vepra, jo me fjalë. Ndaj me 11 maj, zgjedhja është o me Spakun për të çuar te 313 të gjithë shokët e kryeministrit, të gjithë të korruptuarit, ose kundër Spakut për të liruar dhe ata që kanë shkuar atje, që të vazhdojnë të mbushin xhepat e tyre me paratë tuaja. Kjo është zgjedhja që do bëni me 11 maj. Programet, ofertat programore nuk kanë rëndësi. Qofse forca politike për cilën votoni nuk mbështet Spakun, nuk do të merrni asgjë, brylin do të merrni. E vetmja mënyrë se si do të vazhdojmë t'ju mbështesim me politika sociale, me zhvillim ekonomik dhe me investime që ju shërbejnë ju, është duke luftuar korrupsionin, duke mbështetur Spakun, duke i çuar gjithë shokët e korruptuar të Edi Ramës te 313 Genc. Pyetja tjetër vjen nga Leonard Pepaj. Votat tuaja në qarkun e Durrësit, nëse nuk i afroni numrit votave për një deputet, a e pranoni që po i shërbeni Edi Ramës? Emër Leonard. Sa vjeç je Leonard? Qofse je i ri, atëherë s'po ta marr për të keq pyetjen, e po të sqaroj. Se atje në qarkun e Durrësit me Leonard, ajo që ka numrin 1 dhe logon e PD-s, në fakt po garon një kandidat për deputet që quhet Plum Shullazi me Leonard. Plum Shullazi ka qenë deputet i Fatos Nanos, ka qenë kandidat për kryetar bashkie i Edi Ramës dhe sot është kandidat për deputet i Sali Berishës. Kështu që vej gishtin kokës, shifi faktet, syt 4, e ta kuptosh fare mirë se ata që i shërbejnë Edi Ramës janë ata që kandidojnë Plum Shullazët, e Vis Roshët, me shok, njerëz që i kanë shërbyer Edi Ramës derisa i ka flakur tutje dhe që prap nuk janë asgjë tjetër vetëm se vestë të qyqjes në listën e numrit 1. Votove numri 1, i ke shërbyer Edi Ramës.
sepse numri 1 në Durrës ka Plum Shullazin, në Tiranë ka Visroshin, e kështu me radhë nga Shkodra në Vlorë. Nuk do t'i shërbesh Edi Ramës, zgjidh votosh opozitën e vërtet kundër Edi Ramës, numri 4, koalicionin Euroatlantik, Leonard. Po të kesh pyetje tjera, jam i gatshëm të përgjigjem vim. Lefter Nikolli, isha jam dhe do vdes demokrat, por vota ime dhe familjes time kur më përmeten. Lefter, kuptoj shumë mirë dhe kuptoj edhe vështirësinë e cilën e gjendur shpesh herë kur të shkërkuar vota në koalicion me Ilir Metën, i cili sot është në burg për korrupsion, për fshehje pasurie dhe për pastrim parash. Tani nuk është thjesht koalicion, por është në listën e Sali Berishës numri 1. Ndaj, ajo që ti thua dhe që ndjen është ajo që ndjen qindra, mijëra demokrat që i takoj, flas apo shkruhemi me ta në rrjetet sociale kudo. Dhe ashtu si qindra mijëra demokratëve tjerë, të cilët nuk mund pranojnë kurrësi që vota, sakrifica e tyre të shkoj për nxjerr nga burgu për të bërë deputet Ilir Metën, edhe ty po të them, e ke alternativën, e ke zgjedhjen, e ke mundësinë, voto numrin 4, koalicionin Euroatlantik, çdo vot për koalicionin Euroatlantik do të prodhojë deputet të cilët e kanë provuar në kohët më të vështira se kanë qëndruar në krahun tuaj, si kryetar degëve të Partisë Demokratike, si organizator të protestave opozitare, si njerëz që kurrë nuk e kanë tradhtuar besimin tuaj dhe kurrë nuk do ta tradhtojnë. Ndaj vota për numrin 4 është vota për sakrificën tuaj, është vota për një Shqipëri që meriton më shumë. Gjovalin Koln Drekaj, na e thuj drejtën, si ka mundësi dhe një arsye vetme pse tradhtove ata që të bani kryet tanë Sali Berishën? Gjovalin, ta marrim se ke dy pyetje. Ta dish mirë, kryet tim si ka bo Sali Berisha, i ka bo nana dhe baba im. Kështu që qofse e ke fjalën për kontributin Partinë Demokratike, pa kontributin tim, Sali Berisha nuk ishte për ngrit kryet aty ku ishte në 2005-ën, apo në 2009 kur solla 7 mandate nga Elbasani, apo në betejën e drejt për drejt me Edi Ramën në 2011-ën. Mos i harro këto, Gjovalin. E ta dish mirë, se jo vetëm që se kanë tradhtu sakrificën tuaj, mundin tuaj, po pikrisht për të shpëtuar sakrificë, ka marrë vendimet më të vështira edhe ndaj vetes time, se leadershipi vërtet është kur sakrifikon veten dhe jo të tjerët. Atë sakrifikosh Partinë Demokratike, e demokratët për hallin tënd, e pastaj të pretendosh se je shpëtimtar, ky është mashtrim. Çfarë bëra unë? Kërkova që Partia Demokratike, demokratët të vazhdonin të ishin krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse vetëm kështu mund të garantohej një përballje suksesshme me regjimin e Edi Ramës dhe një fitore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sali Berisha ju tha që kjo s'është e vërtetë, por sot paguan $6 milion për një vizë, Gjovalin, ndërkohë që po të kishte ndjekur rrugën që vete premtoi të mos përfshirjes Partisë Demokratike në konfliktin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të lejimit Partisë Demokratike të vazhdonte përpara përballjen me Edi Ramën, sot Partia Demokratike do ishte në pushtet apo shumë afër pushtetit dhe hallet e tij nuk do kishin nevojë për faturat kripura €6 milion për një vizë amerikane. Kjo është e vërteta, Gjovalin. E pyetjen tjetër, pse ruajnë kaq miqësi e konfidencë me Edi Ramën? Gjovalin, Edi Rama është kap me preshënduar me mikun e tij McGonigal, duke u përpjek me mbo gropën mu, kryetarit të opozitës. Kjo është e faktuar sot. Kjo është e faktuar nga drejtësia amerikane. Gjovalin, McGonigal është në burg, i dënuar për korrupsion, për atë që bëri kundër kryetarit të opozitës, kundër rivalit për kryeminist Lulzim Bashës. Kjo është e vërteta për konfidencialitetin tim me Edi Ramën. Gjatë gjithë kohës ka bërë gjithçka për të luftuar me mjetet më të pista, ndërsa unë kam vazhduar t'ju shërbej ju pa kompromituar asnjë nga parimet apo vlerat apo interesat tuaja për interesa personale. Se kush bashkëpunon me Edi Ramën për interesa personale kundër interesave tuaja, e tregoj vota në parlament për të liruar të korruptuarit, ndërkohë që mbaheshin akoma në burg apo ndjekje penale protestuesit e Partisë Demokratike. Dhe ky nuk isha unë, Gjovalin, e di shumë mirë ti se kush ishte. Se kush bashkoi votat për të mbyll listat e për të pamundsu që të çonit në parlament ato që doni ju, e jo kështu, që çdo që votoni ju shkon në parlament, Ilir Meta e Visroshi me shok, e di fare mirë se nga kush e ke peshqesh. Kështu që kthjellohu, shkundu, thirri menjes, bëj syt 4 dhe me 11 maj voto për numrin 4, aty ke shok të vërtet sakrificave dhe jo ata që kanë bërë pazare me sakrificat, mundin dhe djersën tënde. Këto kisha për sot, dashur miq, ju uroj një mbrëmje të këndshme, e mbetemi në kontakt.
mos harroni me 11 maj, syt 4, vota për koalicionin Euroatlantik numrin 4. Ju përshëndes.